Gruaja me grupin e gjakut më të rrallë në botë. Në vitin 2011, një grua nga ishulli Guadalupe kryu një vizitë rutinë, si zakonisht i morën gjakun për analizat, por askush nuk e regjistroi atë. Më vonë, mjekët teksa kryenin një test për të gjetur një gjak të përshtatshëm me një pacient, zbuluan krejt rastësisht gjakun e gruas, që ka një antitrup shumë të fortë që nuk e kishin parë kurrë. Pasi bën një kontroll të këtij gjaku, shkencëtarët zbuluan që është gjak unik në botë. Shkencëtarët kanë mbetur pa fjalë, si është e mundur, çfarë mutacioni ka psuar kjo grua. Lajmi u përhap menjëherë, sepse nuk ishte parë kurrë një gjak i tillë. Në fakt, filluan që ta kërkonin, por u deshën 14 vjet për ta gjetur. Është një grua 60 vjeçare nga ishujt Guadalupe, i dominit francez. Grupin e gjakut të ri e kanë quajtur Guada negativ. Dhe ky lloj gjaku nuk përputhet me asnjë tjetër në këtë planet. Shkencëtarët thonë se ky zbulim do të revolucionojë mjekësinë e transfusionit të gjakut, por sot gruaja nuk mund të jap gjak dhe nuk mund të marrë gjak. Ky është një zbulim i tmerrshëm, por edhe misterioz, sepse askush nuk di ta shpjegojë se si është e mundur një gjë e tillë, që në një ishull të humbur të globit të gjendej një gjak i tillë. Për më tepër, kush e modifikoi gjakun e saj?